Sot po flasim për një moment të veçantë për shtetin ton, ku shteti i Kosovës ka marrë vendim që të dërgojë forcën e sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e një misioni ndërkombëtar stabilizues në Gaza. Ky është një hap i madh dhe shumë domethënës për vendin ton, sepse me këtë konfirmojmë që edhe pse jemi shtet i vogël dhe i ri, Kosova nuk është vetëm përfituese e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, por edhe kontribuese aktive në ruajtjen e tyre. Fakti që për vite me radhë ne kemi përjetuar mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare na bën të lumtur që sot me krenari dhe nder kemi mundësinë që këtë mbështetje ta kthejmë në veprim e ndihmë për shtetet që kanë nevojë. Pjesëmarrja e forcës së sigurisë së Kosovës në një mision të tillë dëshmon profesionalizmin, përgatitjen dhe përkushtimin e ushtarëve tanë. Gjithashtu, tregon punën e madhe që është bërë ndër breza dhe gatishmërinë e tyre që ata të shërbejnë jo vetëm për sigurinë e vendit tonë, por edhe për paqen dhe stabilitetin global. Ky vendim i institucioneve të shtetit tonë është gjithashtu një dëshmi e rritjes së besimit ndërkombëtar ndaj Kosovës si një partner i përgjithshëm dhe i besueshëm në Ballkan. Për më shumë, ky vendim dhe veprim është një hap që forcon pozitën tonë në arenën ndërkombëtare dhe na ofron më shumë me strukturat euroatlantike deri në integrimin e plot në NATO. Ne si aleancë, përmes votës tonë e mbështesim këtë vendim, duke potencuar që jemi krenar për ushtarët tanë dhe shtetin tonë që u krijua me shumë mund dhe sakrificë. Si grup parlamentar, shprehim mbështetjen dhe mirënjohjen tonë për forcën e sigurisë së Kosovës, për guximin dhe për përkushtimin e tyre në mbrojtjen të uniformës shtetërore dhe paqes ndërkombëtare. Jemi krenar që në udhëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj u formua ushtria e Kosovës, krenaria jonë. Ushtar të Kosovës, ju bekoft Zoti në këtë detyrë e mision shumë fisnik, ju prift e mbara.